Duket se po përsëriten me shpeshtësi të madhe rastet e problemeve me sigurinë ushqimore. Tani kemi rastin e salmonelës në kopshtin e Gramshit, po duket se këto probleme janë të shpeshta. Për të mos i hequr asnjë presje asaj që thatë ju, për mua problemi i shpeshtësisht e ka tejkaluar, sepse janë aq të shpeshta sa unë e kam thënë edhe një herë tjetër, skandali zë skandalin dhe ne nuk pa arritur në një farë mënyre të kapërdim atë të parën, del tjetra, por ajo që për mua është bërë më shqetësuese, është fakti se ne po relativizojmë çdo gjë. Dhe në momentin që një njeri luan, relativizon kapitalin më të çmuar që ka, jetën e vet, sepse ushqimet e pasigurta cënojnë drejt për së drejti shëndetin tim dhe të fëmijëve të mi, që në momentin që ne relativizojmë këtë problem, për mua ky është problem dhe më i madh se sa përsëritja. Sepse në qoftë se ne do kemi edukatën qytetare që unë të ushtroj të drejtën time si qytetar, të ngre zërin për shërbimet e paofruara, dhe në këtë rast ju thash edhe një herë për të më garantuar gjën më të shtrenjtë që ne kemi secili, është jeta dhe shëndeti i njeriut. Pra relativizimi i këtyre gjërave për mua po e përkeqëson, probleme do vinë duke u rritur, sepse relativizimi përkeqëson si thua kulturën e të bërit qytetarin e devotshëm të çdo vendi. Po ngrihet, sa herë do diçka ngrihet një vorbull